asaj zone? Po tani kur gjithë që është ja 20 i kam pasur në studio, zoti Mullaraj. Tani nëse do mund t'ja them me emra, po s'besoj se do ishte e këndshme. Atëherë, zoti Mullaraj, janë afërsisht 20 familje të cilat kanë bërë sigurim pa dije në lidhje me këtë projekt. Ditën e djeshme gjithashtu disa pinta ankohen, u thash. Pa diskutim ata kanë nisur rrugën ligjore. Por duke ditur se si vjen rruga ligjore për 10 vite, edhe duke mos pasur asnjë përgjigje nga rruga ligjore, kanë ndërmarrë gjitha hapët dhe tani kanë arritur tek protestat, por do ju pyesja juve, një familje e cila ka 2 pensionistë në shtëpi, me 100 e ca mijë lekë pension, duke ditur se në çfarë vendi jetojmë. Ideja është, ti do i nxjerrësh nga shtëpia me 40 milion lekë vjetra. Më thuaj pak, sipas referencave të ligjeve të shtetit në këtë zonë, në këtë kohë ku jemi, a do munden ata të blejnë dot një garzonjere në atë qytet ku unë dhe ti e dim shumë mirë se sa janë çmimet, dhe është normale që shtëpia e tyre. Një sekond. Po mund të kenë intim të bashkia nëse nuk kanë mundësi sipas Jo, sipas asaj. Do të thënë, një sekond, ju thoni që një njeri që ka një shtëpi në qendër, në alamet vendi, me alamet vlere, ju e shpronsoni me qindarka dhe e ka mundësinë që të aplikojë për strehim social, po te ju? Jo për strehim social, mund të marrë dhe një kredit butë nga bashkia. Po pse më kur e ka shtëpinë ai është në rregull me shtëpinë vet që vlen 400 milion. Ju thoni na 40 edhe hajde t'ja bëj kredit. Po ju jeni kundra projektit, se kuptoj tani. Jo, ne nuk jemi kundra projektit, ne jemi kundra totalit. Sepse ti nxjerr banorët në një shtëpi me 40 milion lekë të vjetra. Një sekond ta dëgjoj. Ne kemi bërë pjesën tonë si këshilltar. Po thash edhe një herë, nuk kemi përfitoni pra. Çfarë përfitoni o Mullaraj? Çfarë përfitoni ju si bashki? Jam besim plot i drejt një projekt fantastik. Mullaraj, ju thoni jeni bashki përfituese. Mullaraj, ju thoni jeni përfitues. Pastaj me detaj mund të flasim, çdo banor mund të me detaje po flasim. Mullaraj, ju thoni. Bashkia dhe ti jap ato çfarë mund të ketë. Mullaraj, ju po thoni. Syra ime kur dush. Mullaraj, ju do ta shoqëroj te grupi punës. Mos ma ndërprit çdo fjalë që them, burse unë të dëgjoj ti s'më dëgjon. Mullaraj, ju thoni që bashkia është përfituese. Çfarë përfitoni ju ndërkohë që qytetarët tuaj nuk përfitojnë asgjë ata që ju përfaqësoni? Si që ka përfitim për ju, ndërkohë që qytetarët ngelen pa shtëpi? Po pse bashkia e Durrësit është një personi? Se po kuptoj. Jo, bashkia e Durrësit është e qytetarëve të Durrësit, këtë po them. Ti s'po më kupton. Po qytetarët e Durrësit, po për qytetarët s'po përfitojnë, ju çfarë përfitoni? Ajo bashkia është zgjedhur nga qytetarët e Durrësit. Po pra, dhe qytetarët që kanë zgjedhur nuk po përfitojnë nga ky projekt. Po flasim bashkim, flasim për qytetarët e Durrësit. Është përfituese këtij projekti thash. Pra ju i riconi banorët autokton të atij qyteti nga bulevardi qendror i Durrësit me 2500-3000 metra katror dhe i çoni në shtëpi sociale me kredit bunë në spital tek universiteti. Te noterët nuk shtaq. Po që ne dim shumë mirë se si funksionon ligji që shitet një shtëpi 200.000 dhe deklarojnë 50.000. Tani flasim realitetin. Problemi është problemi im pyet. Po është problemi i shtetit. Bashkisë. Vetë shteti është problem. Nuk po flas për ju si këshill. E kam tek kjo. Një banor në rregull se po bën një shtëpia ime prishet për lulishte ndërkohë që shtëpia e ngjitur 2 kace. Lutem më dëgjoj. Nuk them se mbarova për pjesën time. Kur duhet atë zyrën time dhe mund të më dëgjoj pak. Të ndihmoj të flasim për gjëra të tjera. Ta mbaroj edhe këtë. Një lutem. Një banor ka në oborrin e tij ka një shtëpi 2 kace që i përket XY-it dhe shtëpia e tij shëmbet. Pra, në oborrin e tij është një shtëpi 2 kace që i përket XY-it, pra nuk po ta përmend me emër, dhe shtëpia e tij shëmbet për t'i hapur rrugë kësaj shtëpie e cila nuk shëmbet. Ndërkohë që në këtë shtëpi që shëmbet ka banor brenda dhe shtëpia e ngjitur 2 kace nuk shëmbet dhe rri ashtu siç është. Ndërkohë, pak më tutje kemi gjithashtu është dhënë leje ndërtimi ku sot nëse do të shkojmë bashkë dhe ju e dini shumë mirë, po ndërtohet 50 metra afër amfiteatrit dhe ju shehni shtëpitë. Nuk jam djeni këtyre gjërave dhe një sekond. Abuzoj, nuk e kam ide me këtyre gjërave. Nuk keni me Po tash nuk kam qenë pjesë e grupit punës, nuk kam mbajtur në vend dhe kam parë çdo shtëpi. Patjetër. Ne kemi zbatuar si këshilltar çfarë kam në grupin në bashkia dhe kemi kalu këto për të Agjencia Shtetërore e Shpensimeve. Ka një kuriozitet personal. Mullaraj, ju shtëpinë e vjetër flas para viteve 90, në çfarë lagje Durrësit e keni? S'kam lidhur në Durrës. Nuk. Si jeni nga Durrësi? Jo. Okej. Ndoshta prandaj edhe mund ta mirë kuptoj mos ndjeshmërinë tuaj ndaj banorëve të vjetër të Durrësit. Jo, jam i ndjeshëm dhe kam për këtë detyr kam disa vite, kam respektuar çdo qytetar kam ndihmuar dhe kam bërë maksimumin.
Po jo Dursakët. Dakor. Dursak. Nëse ju nuk do të jepni të votën, zoti Mullaraj. Zoti Mullaraj, nëse ju nuk do të jepni të votën në Këshillin Bashkiak, nuk do të shkonte këtu kur ishte i gjithë projekti i tij. Juve në të presë zyrën time të vish kur duar zotri dhe të flasim këtu nga afër. Besoj se jo me mua, do flisim me banorët. Do të flisim me banorët dhe ti jepni arsyen pse keni dhënë votën pro këtij projekti i cili merr. Kur do në zyrën time? Si do mirë pres me kënaqësi. Po pra, problemi e diku është se juve në letra dhe në projektet 3D është fantastik si projekt. Po jeta i shkatërrohet atyre banorëve. Dhe ata disa prej tyre nuk e dinë nëse jeni në dieni, po kanë blerë dhe fotoksin sepse nuk kanë ngushkojnë, sepse dhe shtëpi sociale ju nuk i jepni sepse është papunë. Ani kalum në mos futemi një sekond. Mullaraj, e kam mirësinë tuaj për të dëgjuar edhe Entela Kojën, e cila është urbaniste, gjithashtu banore. Jo, më them se mbaruam bashkë Entela dhe të vinë në zyrën e njëve Entelën kur dojë të vinë bashkë me këta i presë në zyrën time. Besoj se erozuruar misioni dhe të falenderoj. Besoj se shumë takime keni bërë, më po lekët mungojnë. Megjithatë zoti Mullaraj. Mirupafshim gjithë mirët, mirupafshim. Më përshëndesim zotin Mullaraj, këtë dursak të ri. Entela Koja. Janë domethënë nuk e. Urbaniste, mirëmëngjes Entela. Mirëmëngjes, jeni. Tani u përpoqem të sqaroheshim me antarin e Këshillit Bashkiak dhe kryetaren e Këshillit Qarkut Durrës, që s'ishte nga Durrësi dhe e zbulova rastësisht live. Më ngjan pak me Erion Veliajn që s'ishte nga Tirana dhe udhëhoqi për 3 mandate këtë bashkinë. Megjithatë, pavarësisht kësaj origjinës se të gjithë kanë lëvizur nëpër Shqipëri.